Përkeqësimi i motit dhe era e fortë në bregdetin e Vlorës kanë rrezikuar jetën e disa turistëve që po lundrojnë me mjete të vogla në det. Policia kufitare ka ndërhyrë në kohë duke shpëtuar 16 turistë që po udhëtonin me kanoe, si dhe një shtetase tjetër që ishte larguar nga bregu me komerdare. Rastet janë shënuar në Palas, Qeparo dhe Drimadhes. Fillimisht një çift turistësh në Palas u gjendën në vështirësi për shkak të dallgëve të forta, ndërsa në Qeparo 14 turistë të tjerë nuk mund të ktheheshin në breg me kanoe. Në të dyja rastet, policia kufitare ndërhyri me mjete lundruese duke bërë të mundur marrjen e sigurt të turistëve në breg. Një tjetër ndërhyrje u bë në Drimadhes, ku një grua ishte larguar rreth 4 milje nga bregu me komerdare për shkak të erës së fortë. Ajo u lokalizua dhe u kthye në breg në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare apelon për kujdes të shtuar për shmangjen e daljes në det me kanoe, komerdare apo mjete të tjera lundruese gjatë ditëve ku parashikohen kushte të përkeqësuara atmosferike. Blu Televizion sjell pamje nga momentet e turistëve që shpëtohen në det dhe kur sillen në Porto Palermo.